Presidenti i SBA Donald Trump deklaroi se marina amerikane do të nisë nga e hëna të udhëzojë anijet nga vendet e huaja përmes ngushticës së Hormuzit dhe paralajmëroi se nëse Irani përpiqet ta pengojë këtë proces, ushtria amerikane do të përdorë forcën. Sipas Axios, kjo lëvizje, të cilën Trump e quajti Project Freedom, përbën hapin më të rëndësishëm të administratës së tij për të rihapur këtë korridor kyçdetar, pasi Irani e mbylli atë në fillim të luftës. Edhe pse Trump e paraqet nismën si humanitare, ajo përbën një sfidë të qartë ndaj përpjekjeve të Teheranit për të kontrolluar ngushticën. Reagim ushtarak nga Irani mund të çojë në përballje ose në një përshkallëzim të ri të konfliktit. Zhvillimet e fundit tregojnë se iniciativa e re nuk do të përfshijë domosdoshmërisht shoqërimin e anijeve tregtare nga marina amerikane, sipas dy zyrtarëve amerikan. Njëri prej tyre tha se anijet e marinës do të qëndrojnë në afërsi për të ndërhyrë nëse Irani përpiqet të sulmojë anije tregtare që kalojnë nëpër ngushticë. Zyrtarët shtuan se marina amerikane do të ofrojë anijeve tregtare informacione për korridoret më të sigurta detare, veçanërisht për ato rrugë që nuk janë minuar nga ushtria iraniane. Detajet mësohet se plani parashikon më shumë një koordinim dhe parandalim në vend të operacioneve të qëndrueshme të shoqërimit, edhe pse tensionet mbi sigurinë detare në rajon mbeten të larta. Në një postim në rrjetin Truth Social, Trump deklaroi se vende nga e gjithë bota, të cilat nuk janë të përfshira në luftë, por kanë anije të bllokuara në ngushticë, i kanë kërkuar SBA-s ndihmë për të liruar ato. Ai theksoi se shumë prej këtyre anijeve po përballen me mungesë ushqimi dhe furnizimesh të tjera për ekuipazhet, si dhe me probleme shëndetësore dhe sanitare. Trump paralajmëroi se nëse ky proces humanitar pengohet në çfarëdo mënyre, ndërhyrja do të përballet me forcë. Në një kontekst më të gjerë, Trump deklaroi se përfaqësuesit e tij po zhvillojnë diskutime shumë pozitive me Iranin dhe theksoi se këto bisedime mund të çojnë në diçka shumë pozitive për gjithë. Autoritetet iraniane kanë reaguar ndaj njoftimit të Trump. Teherani nga ana e tij reagoi menjëherë ndaj planit të SBA-s. Ebrahim Azizi, kryetari i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit iranian, paralajmëroi se çdo ndërhyrje amerikane në regjimin e ri detar në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohej si shkelje e armëpushimit. Menjëherë pas postimit të Trump, CENTCOM konfirmoi se forcat e armatosura amerikane do të mbështesnin në mënyrë aktive misionin në ngushticën e Hormuzit. Komandanti i Komandës Qendrore të SBA-s, admirali Brett Cooper, tha se operacioni konsiderohet kritik për sigurinë rajonale dhe ekonominë globale, duke vënë në dukje se do të marrin pjesë shkatërrues me raketa të telekomanduara, më shumë se 100 avion dhe rreth 15.000 personel ushtarak. Burimet të cituara nga Axios bëjnë të ditur se SBA-ja i ka dërguar të dielën një draft të ri të përditësuar për një marrëveshje që synon të japë fund luftës në përgjigje të propozimit më të fundit nga zyrtarët iranian. Kriza në kalimin detar vendimtar ka shkaktuar tashmë ndërprerje serioze në tregjet e energjisë dhe transportin ndërkombëtar detar, me 10 anije që kanë mbetur të bllokuara dhe çmimet e naftës kanë shënuar luhatje të forta në javët e fundit, ndërsa Washingtoni tani flet hapur për një mision shoqërimi ushtarak në rrugën detare më kritike të energjisë në botë. Diplomatët dhe analistët paralajmërojnë se edhe një gabim i vogël mund të çojë në një përshkallëzim të ri në rajon.